Ti ynë. Unë të lutem ty, duke dëshmuar se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë pos teje. I vetëm je ti, i panevojshmi, as nuk lind dhe as që je i lindur dhe nuk ke ortak të përngjashëm. Dhuruesi, krijuesi i qejve dhe tokës, madhështia dhe bujaria janë të tuat, o i gjalli dhe i përjetshmi. Transmeton Ebu Dauti. Kërkesa është që robi të kërkojë diçka dhe t'i jepet, ndërsa lutja është kur robi thotë: O Zot, dhe Allahu i përgjigjet. Pra përballë kërkesës qëndron dhënia dhe përballë lutjes qëndron përgjigja. Ky është dallimi midis lutjes dhe kërkesës. Profeti Muhammed, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, dëgjoi një burrë që tha: O Zoti ynë, unë të lutem ty, duke dëshmuar se nuk ka Zot që meriton të adhurohet me të drejtë përveç teje. I vetëm je ti, i panevojshmi, as nuk lind dhe as që je i lindur prej dikujt dhe nuk ke ortak